na kemi frikë Allahun dhe për ata e kemi marrë këtë amanet, sepse unë besoj se umregjia është diçka, nuk është e vogël. Domethënë nëse dikush e zën se hajt vesh ta çoj që aty turizëm edhe ta kthej, kjo nuk është ashtu. Unë e mendoj ndryshe, sepse për me vizitu Qabën dhe Medinën, domethënë ti ajo parimorja, ti je musafiri i Allahut. Domethënë umregjia nuk është turist, është musafir i Allahut. Na shumë mirë e dina për shembull me na thirr në kryetar shteti ose kryetar partie, s'po fol me sa shteti alo më i madh, na këshirmi mund drejt mire mu, frizura në friga na ton keton, po mu kon musafiri krijuesit, kjo është diçka madhështore dhe unë prej frikës të Allahut, po ai umregjia nëse nesër ankohet diçka të Allahut për mu. Kështu ma bëni organizatori haxhia. Atëherë unë kush shkoj te Allah. Atëherë unë kush shkoj te Allah. Kjo është e qartë, domethënë unë elhamdulillah, krejt agjensiat janë të mira, domethënë pa përjashtim, domethënë ndoshta na i lëshim dikush lëshon, po pa marr parasysh qëllimi i jon, i çdo agjencie dhe i jemi konkretisht domethënë është që ne ta konsiderojna umregjien musafir të Allahut, sepse parja vjen edhe shkon. Elhamdulillah pe Allahut mu mi ka dhënë gjitha të mira. Ki burime tjerat për absolut. Këta e bëj vetëm dashuria ndaj Allahut dhe dashuria ndaj Qabës dhe dashuria ndaj hizmetit të musafirëve të Allahut. Në hax për lahën ato sheikat, ato cili me dhon ma shumë, cili me asit ma shumë, me shërbi ma shumë, ato të hulin me zor, atë me hangër iftara aty, do me thonë, sidomos në Ramazan, sepse hadithi është për numre shliun gjunahut, edhe na gjdo të birate, imi të shgabimtar, na e dina krejt këto, edhe tash na kena nevoj për pendim, na kena nevoj për me shli gjunahut, edhe sidomos, ajo madhështoria shka është, umrja në Ramazan është e barabartë, është se vapi me haxh me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kjo një merit e madhe. Elhamdulillah pe Allahut, ka deshte Allahut deri tash janë të kënaqur konsumatorët, umregjit, musafir të Allahut. Domethënë ti na qartë për këtë. Janë musafir të Allahut, janë të kënaqur. Po normal se çdo na në shpiton jemi dhe i kemi 6 mendime, i kemi 7 mendime. Edhe ti kur ta merresh një autobus 48 vet, normal se ti ka me del dikush mendim tjetër ose ama përgjithësia e kryesore